Protesta kundër projektit turistik në Zvërnec, e cila me kalimin e ditëve shndërruar në një lëvizje më të gjerë antiqeveritare, hyn në javën e 5. Në të njëjtën kohë, kauza po merr një dimension të ri ndërkombëtar me mbërritje në Shqipëri të një delegacionit të eurodeputetëve të grupit Greens, FA. Nga 29 qershori deri më 1 korrik, delegacioni i Parlamentit Evropian do të zhvillojë një vizitë në Shqipëri dhe në zonën e mbrojtur të Vjos-Nartës, ku pritet të takohet me komunitetet lokale, organizatat mjedisore, përfaqësues të protestës dhe autoritetet shqiptare. Vizita vjen vetëm pak javë pasi Parlamenti Evropian miratoi raportin për Shqipërinë, ku përmes amendamentit 17 u shpreh shqetësimi për ndryshimet në ligjin për zonat e mbrojtura dhe u kërkua pezullimi i ndërhyrjeve të reja deri në një harmonizim të plotë të legjislacionit shqiptar me standardet e Bashkimit Evropian.